përshëndetet në këtë vlog të ri. Unë jam Drisi, për ju që nuk më njihni. Ju të tjerë që më njihni, mirë se u rikthyet. Kemi këtu vizatim nga Lela. Na ka bërë një vizatim Lela sot. Këtu është babi me Solia në krah dhe mami me syze, sa e bukur, me Lelën në krah. Edhe kështu. Nuk ishte ky qëllimi i nisjes së videos, po më që na doli. Do ta nisim video me një recetë, duke qenë se kungullesha është e sezonit. Unë e kam pjekur në furrë, ja kështu si e shikoni, lajm mirë, me pak vaj ulliri e kam pjekur në furrë dhe me siguri do të ndaj që të kem për Solian për 1 apo 2 vakte, nuk e di shikoj se çfarë do t'i gatuaj, për shembull risotto me lëng mishi me zuka, me kungull, nuk e di çfarë mund të, ose thjesht pure me perime të tjera. Edhe në fakt plan kam që të bëj edhe një lasagna me kungull. Edhe thashtu ja tregoj sepse është e sezonit edhe është shumë e thjeshtë për të bërë. Ndërkohë që beshamela po bëhet, unë do të shtoj edhe pak salcë tomate. Konsistenca duket kështu. E beshamela e përfunduar duket kështu. Unë i hedh edhe piper përveç arros muskat, se kështu më pëlqen. Bëjmë shtresën e parë me beshamel dhe pjesën tjetër e përzije direkt me beshamelën që të bëhet një krem. E përzim derisa të bëhet homogjene. Dhe unë mundohem ta bëj sa më gjigante që ta mbesi për nesër, sepse kam edhe këto pastas foljat, këto petët që më skadojnë tani në nëntor dhe duhet t'i mbaroj. Dhe kështu nisim nga kompozimi, themu gjithmonë. I hedhim dhe parmigianon, nëse doni mund t'i hedhni edhe të djathra të tjerë, derisa të plotësojmë shtresat që dëshirojmë. Gati për në furrë. 2 minuta dhe është gati. Ja dhe rezultati. Hello, nga një ditë tjetër. Është më në fundjavë. Ti Solia rri aty, familja është mbledhur dhe është shpërndar. Domethënë jemi të gjithë në shtëpi, edhe Gjiku edhe Lela që janë ato që dalin, se unë me Solia në shtëpiake jemi. Por ato të dy kanë ikur për peshk njerëz. Po, Lela po super kënaqet më tha Gjiku. E ndërkohë ne po gatuajmë drekën për Solian, sepse për darkën kemi lazanjen nga dje. Do me thënë nga dita tjetër, do me thënë nga e nesërmja. Që po filmoj nga e nesërmja, po ri kështu si shtrëmbër sepse kam Solian këtu në krah. Për Solian sot kemi kuskus me brodo dhe mishviçi, kemi edhe perime në avull, si panxar dhe patate të ëmbël. Këto mu gjëndën, do ikim të bëjmë pazarin pastaj, po që Solia mund të haj me shumë qef edhe lasagnën, sepse ja provuam pak dje njerëz, po nuk doja t'ja jipja sepse ka krip. Po që atë e kishte akoma më qef se sa xukën e vet. Për të më thejt, mjafton që kuskusin ta vendosni në ujë të nxehtë, por për fëmijët unë sugjeroj që ta zjeni disa minuta, edhe pastaj ta mbuloni. Ndërkohë këtu kam perimet. Gati. Ikim të bëjmë pazarin edhe të gjej boj për flokët. Derë, daj. Sa i bukur. Pa, shumë i bukur. A me che frica? Di sta fasen. Solo guardare. Ja. Këto zgjodha goca. Bojën e morëm, zënjusha deshi një picë. Edhe tani erdhëm te supermarketi. Por nuk e di nëse do t'ju bëj një supermarket haul, sepse Gjiku e ka me shumë nxitim edhe si do t'ikin në sport. Ikin të lozi sport me Ivin e Claudias edhe po. Më duhet të nëcitoj me pak fjalë, po që ka marrë të veçantë, asnjë gjë të veçantë. Perime, fruta, gjëra kështu, asgjë të rëndësishme të veçantë.
pazare si gjithmonë, po jua kursej këtë supermarket haul, po që herë në shtëpi. Ka një gjë interesante që mund t'ju them është që ka marrë këtë kosin e dis për Solian. T'ja provojmë edhe kos kështu të bardhë. Zjodha këto të dy për t'ja provuar Solias, edhe këto janë gjë interesante. Këtë që e mori Leila, donte një suko dhe i morëm këtë. Edhe nuk i tje gatuani këtë. Okej, nuk ke njëri se u bëjë shumë zhurmë, ta shqa kanë thjesht po flasin. Dhe po qeshin dhe po lozin, edhe duhet nxitoj. Ky është kohlrabi, quhet kohlrabi. Mendoj kështu gjermanisht, duket një llaf shumë e keqe. Sigur nxesh. Është si tip lakre, edhe këtë do shikoj, nuk jam e sigurt nëse mund t'i jap Solias, besoj se po, se është si tip lakre, po do informohem edhe pak. E mora, sepse duhet t'ja provoj të gjithë gjërat e Stinës, gjërat që janë të zonës. Po, për këtë nuk jam e sigurt, mos flas kot, do ta studioj pak nëse mundet që shtek, edhe por në plan është që e mora që t'ja jap. Edhe kështu kaq. Nuk kam fjalë. Ky është realiteti, njerëz, nuk kam fjalë. Po thuaj se emocionohem nga e gjithë kjo. Ka qenë e gjithë dita plot me, nuk e di, interaction me bashkëbisedime me njerëz, sepse për ju që nuk e dini, që nuk jeni para akoma, kam nxjerr projektin tim në fund. Babyn tim më të vogël, babyn tim të sapo ardhur, që kam bërë me shumë dashuri, kam marrë kohë nga koha ime si mami, e kam bërë natën, e kam bërë me shumë dashuri, sepse ditën nuk kisha asnjë lloj mundësie, por e kisha këtë ide dhe e dija se çka kemi kaluar ne vetë, edhe thoja, okej, duhet ta mbaroj, duhet ta bëj. Edhe kanë qenë net me radhë, ndonjë moment kur Solia flinte, merja copsa nga dita ime për të ecur përpara, me shumë pasiguri, sepse jam një person që kur nxjerr diçka duhet që të jetë realisht ndihmë për të tjerët. Nuk e di si thuhet njerëz me sedër. Mendoj se jam një njeri me sedër edhe kisha shumë dëshirë që të nxirra diçka që t'i bën të punë tjetër. Ti u ta merrte dhe thonte pastaj po kjo çam ka sjell. Të gjithë ju që e keni marrë dhe po shikoni këtë video, ju lutem më shkruani feedbackun tuaj nëse ju ka pëlqyer, ju ka ndihmuar e të tjerë, sepse e kam shumë për zemër këtë pjesë. Por që unë jam munduar me atë timen të bëj një punë sa më të mirë. Edhe përveç se shumë njerëz që më kanë kontaktuar, shitje dhe para, kam marrë dhe një lumë dashurie nga të gjitha ato persona që më kanë suportuar, kolegët e Instagramit, YouTube-it, shoqet e mia të ngushta që me njëherë e kanë publikuar storyn. E para ka qenë Eliana, që e përshëndes me zemër. Claudia pa diskutim, që ka qenë ajo që e ka lexuar nga fillimi deri në fund, duke qenë se dhe jeton në Gjermani, një motivuesja ime më e madhe, historikisht Entela, shoqja ime tjetër. Nuk e di, nuk përmend më emra, se ndoshta do harroj njëri dhe ka për t'i ngel hatri, mos ju ngeli hatri se jam thjesht plot me emocione, por të mos kalojmë nga familja me përshëndetje kështu. Jo, nuk do kaloj, po thjesht ato po thoja ndarjet e para, kushëritë e mi që më kanë shpërndar, gjithë njerëzit që më duan, edhe ndjem kështu si, nuk e di, shumë mirënjohëse, shumë, nuk e di, kam gjithë ditën që nuk kam bërë pothuajse asnjë gjë, dhe kjo është gjë e mirë. Kam gatuar, pastaj vetëm nga pasditja nga ora 5 kam pastruar pak. Madje nesër më vjen Claudia dhe i thash, nuk do më shikosh asnjë gjë në shtëpi. Ajo nuk është se do më shikoj, por shfiksimi im i thash, zot, shikosh asnjë gjë, sepse nuk kam bërë asnjë gjë gjithë ditën. Kam gatuar sa për vaktin, edhe kështu. Tani do ngrihem të bëj diçka, por që shikoni pamja ime. Madje kam pasur edhe një natë mjaft të keqe, sepse me Solia nuk ka qenë aq mirë.
Nuk po jap shpjegime të tjera, po që nuk ka qenë një natë shumë e mirë dhe sot ka qenë një ditë super intense. Gjiku është marrë me gocat kohën më të madhe, që mos i bëm një falënderim kështu zyrtare dhe atij. Se pastaj bëm një motiv këtu, por që ja kështu, unë jam në këtë gjendje. Edhe po, e lodhur, por shumë e lumtur dhe thash të hap telefonin, ti nxjerr këto emocionet kështu live edhe t'ju falenderoj. Pa diskutim ka patur edhe ndonjë koment kështu tipik që e kemi ne, që nuk i lejmë dot neve. Njeriu kështu është gatuar. Ka njerëz që e kanë zemrën shumë të ngushtë dhe nuk i bëhet mirë kur një person tjetër bën diçka, por s'do fokusohemi te këto, sepse unë e di punën që kanë bërë, shpirtin që kanë vendosur aty, edhe po, i uroj mbarësi të gjithë atyre që janë në kërkim të një shtëpie, ta gjejnë si çdo zemra, t'i realizohet sa më shpejt, edhe po, kaq do them unë. Ika. Përshëndetje, prap. Nuk e kam më telefonin me dorë kur je ti. Mi e bërë mank. Për mank. Papagalli vogël. Papagalli vogël. Mëngjesi. Mëngjesi. E hapim dhe mbyllim po me kaq si nuk te njeri të flasësh. Ni po haj mëngjesin. I provova dhe soleas, po nuk pas ka dëshirë. Unë jam me solution këtu. Një të dyja po bëjmë një kek me moll. Një kek shumë i thjeshtë me moll, klasik, vetëm me kos. Në fakt i kam hedhur kos të dhije, se pa ta marrë për solea nuk e hëngre kjo. Edhe po e përdorim kos, vez, shumë pak sheqer, sepse e hajnë dhe fëmijët, pak kanel, gjalp i tretur dhe pak vaj, kështu e miksoj gjithmonë që të dali më shkrifët, edhe kështu kam prerë dhe mollët këtu holl e holl, edhe ta vendosim në tepsi. Torta është gati. Keku më saktë torta. Erdhën. Hello, pas shumë orëve, unë jam këtu me Lelushin. Gjithë pas ditën e kemi kaluar me Klaudian dhe Octavian. U kënaqëm shumë. Po, mami. Tani është momenti që unë do të lyej flokët. Edhe ti e. Do të bëjmë brune kur ti e bjonde. Dhe nuk do të bëjmë gabimin e herës tjetër, sepse është hera e dytë që unë lyej me diçka të tillë. Por herën tjetër i kisha marrë nga ajo boja që vjen komplete, ndërsa kjo është e ndarë kështu me oksigjen. Klaudia i leu edhe me këtë. Na e ka sugjeruar kushërira ime, kam thënë edhe herë tjetër, nejse, por që do përdor këtë volumin, sepse ky bën që të mbulojë edhe flokët e bardha, dhe faleminderit Leila, do përdorim dhe këtë të tregojmë kartonin, edhe nuk do bëjmë gabimin e herës tjetër, sepse duhet që flokët të jenë të lagura, do të thotë t'i lani flokët normalisht, të jenë të lagura dhe pastaj të aplikoni bojën. Let's go. Sa po i thava dhe nuk e di në qoftë se kanë marrë mirë, më duket se po. Nuk kam pasqyrë tek tualeti poshtë. Duhet iki si për t'i shikoj, por më duket se mirë. Njerëz, unë nuk pata mjaftueshëm bojë, po në fakt zakonisht duke qenë se i lyej me këtë ngjyrën që është si e ime natyrale, lyej rrënjën përpara ç'a mbetet për majat, edhe kështu. Besoj se ka një efekt shumë natyral, por për mua rëndësi ka që të më mbuloj thinjen se u plakëm. Njam Solushi. Mirë mëngjesi, e nisi me gjellën e soleas, që është gjellë me patate, brokoli dhe mish, edhe porri, harova porri, si quen, pras i themi ne, po, edhe patate, edhe brokoli, edhe mish, e thash, po, e nisim kështu, e nisim të video nga gjysma i ditës. Kanë kaluar shumë orë, unë tani po e kap telefonin se ka qenë ditë përsëri shumë intensive, por thash, përpara se të dalim të bëhem gati të tjerë,
Jam shumë e lodhur, po jam shumë e lumtur. Ky vlogu kështu të tjetër më duket. Po pres 2 karta falënderimi për dy porosit e mia të para. Duhet porosit e mia të udhëzuesit për projektin tim. Dhe janë 2 porosit e para të printuara. Edhe njerëz, jam shumë excited sepse i printuam. Akoma duhet të kuptoj mirë se si t'i bëj. Nuk e di, nuk isha e përgatitur për këtë gjë. Mendoj që të bëja gjëra akoma më të bukura në paketim, por mendova që shumica do t'i kërkonin në PDF online, edhe nuk isha përgatitur shumë për këtë pjesën, që kështu u mundova të përgatis diçka, edhe bëra këtë kartën e falënderimit. Ndoshta nuk është karta më e bukur estetikisht, sepse është kështu last minute, por është e bërë me shumë dashuri. Një falënderim shumë i sinqert për ata që kanë bërë blerjen. Edhe janë, 2 blerësit e parë, blerëset janë goca, të cilave po janë nis. Edhe për ju që dëshironi që ta keni, ky është udhëzuesi. Ku ta vendosim, nuk e di. Ndoshta kosa të ta shikojmë këtë videon, i falenderoj edhe këtu tek video, por që po vendos edhe këtu. Po vendos këtu. Edhe këtë faqen e parë kam bërë me karton që t'jetë pak më stabil, le të themi. Edhe ku janë të tjerat? Pastaj për arsye sigurie që mos më lagën rrugës, do t'i vendos te kjo qesja dhe i kam kap me këtë gjën këtu, këtë pincën e vogël. Nuk i kam ngjitur sepse aty ka dhe checklista që për shembull kur do shkojnë tek banka, le të themi, është lista me fjalët kyçe që edhe kush flet gjermanisht, edhe gjermanët vetë nuk i din mirë ato terminologjinë. Dhe unë i kam shpjeguar, edhe është mirë që ta nxjerrin fletën dhe ta marrin me vete, ose checklistën me hapat, thjesht ta ndajnë shumë rehatët e ta kenë me vete, ose nuk e di gjitha gjërat që i duhet vetëm hapi i parë, për shembull se po shkojnë të bëjnë diçka, atëherë po marrin vetëm atë pjesë. Prandaj kam vendosur edhe të mos ta ngjis, sepse shumë kollajshëm mund edhe ta ngjisja ta bëhet tamam si libër, por e kam vendosur vetëm me këtë që të rrihet mbledhur këtë pjesën si karton, edhe pastaj nga ana tjetër të jetë lehtësisht i menaxhueshëm. Edhe po duhet kështu. E vendosim tek busta jonë. I fusim shumë mbarsi, shumë fat brenda, edhe shumë dashuri, edhe e mbyllim. Se keni ide sa jam lumturuar. Me thënë drejtën, edhe jam mërzitur pak. Jam mërzitur pak për faktin që disa njerëz kanë menduar që ky projekti im, manuali udhëzuesi, është falas. Unë e kuptoj, ka edhe njerëz që japin materiale falas, por janë materiale që për shembull i marrin, i bën copy paste, i përkthejnë në shqip dhe i nisin. Ndërsa kjo ka kushtuar punë, mund, ditë, edhe dedikim, edhe është bërë me shumë dashuri, edhe normalisht ka një vlerë të caktuar. Po e them edhe këtu se ndoshta e shikojnë edhe njerëz tjerë këtë videon, është një vlerë monetare mendoj minimale. Edhe për të gjithë këtë material, si janë gjithsej 21 faqe njerëz, mund të thoni shumë, është shumë, nuk është as pak as shumë, mendoj që është e duhura, sepse i ka të shpjeguara gjërat në thellësinë e duhur, që gjithsekush i ta kuptoj tamam se si funksionon gjëja, se si funksionon procedura. Po thoja që mërzitesha për faktin që disa njerëz më pyesin për informacion, e thonin e dua, edhe pastaj stepeshin sepse ishte me pagesë. E kam hedhur videon edhe në TikTok, edhe shumë keq më vjen, por publiku i TikTokut në krahasim me atë të Instagramit apo të YouTubeit është totalisht një gjë tjetër, janë shumë agresiv, janë shumë të pa edukat, janë shumë nuk e di. Më falni, po është e vërteta, njerëz që komentojnë pa të njohur fare, çfarë nuk thon, ndërkohë që unë e shkreta këtu rob normal, rob i drejt.
Nëse e dija pak a shumë, por nuk isha rrahur ndonjëherë me këtë pjesë, edhe unë mundohem që t'i flas të gjithëve me mirësi dhe t'ia shpjegoj, ndërsa ato e kanë mendjen që të thon llafen e keqe dhe t'i ikin edhe kështu. Nëse, po që për pjesën që mendonin që është falas, u mërzita pak për këtë reagimin, sepse kur e merrnin vesh me shumë mundësi zhgënjeheshin sepse mendonin që ishte falas, po tani unë nuk kam çfarë të bëj, kështu është. Por nga ana tjetër pastaj personat që e kanë marrë po më shkruajnë feedback, unë nuk kam dashur t'i ngacmoj si fillim sepse kanë kaluar shumë pak ditë, por kam menduar që edhe t'i pyes se si gjenden, sepse nëse do ketë një person që thotë ky udhëzues nuk vlen ka asnjë lek, unë i kthej lekët mbrapsht, po e them këtu. Sepse nuk i dua halal ato lek, edhe mendoj që i kam halal, edhe do t'i kërkoj të më shkruaj një feedback, sepse është me rëndësi për mua që puna ime të vlej, të vlerësohet, të jetë ndihmes edhe kështu. Ika, se do të më shkoj vonë. Paketoj të fundit, edhe pastaj kemi një vizitë sot të Soleas, një kontroll, edhe kështu. Do shkojmë në Bremen, do të shkojmë këto, edhe nuk e di çfarë do bëjmë tjetër. Kemi vizitën, ndoshta do shkoj orari për të ardhur në shtëpi për rutinat e darkës, sepse është pasdite e vonë. Ika, e shikoni këtë ambientin e ri ju? Nuk e keni parë kur, është akoma rëmuj, prandaj nuk po ja tregoj, por kjo është zyra ime njerëz, po ju flas nga zyra ime, nuk ka as ambazhur, më mungon akoma, por që ka një skrivani, edhe do filloj të marr formë, sa të kemi dhe një karrike ta vendos këtu, edhe atëherë ndoshta do bëjmë shumë vlogs nga zyra ime. Ika. Hello nga Bremeni. Kemi ardhur në qytet njerëz. Deri tani pas kam filmuar me kamerën shumë pis. Ndjes. Tani po shkojmë tek Rossmann. Erdhëm ne tek Rossmanni dhe pas kanë dalë këto gjëra të vitit të ri. Këtë e kemi pas, po më pëlqejnë kanë dhe këto pecetat. Të shikojmë pak se çfarë kemi për Advents Calendar. Shikoni. Shikojmë së bashku. Ky është për gjëra për të pirë me vitamina besoj. Kam soljar në krasë, po shpejt do ta marr. Çfarë është kjo? Nuk e kuptoj se çfarë është. Nuk e di, s'ua të thyem ndonjë gjë. O, po pse të lezetshme. Këto janë për kockat e vogla, për 6+ tot. Tani, çfarë kemi tjetër këtu? Të shikëm pa nga ana tjetër. Më mirë mos i shikojmë, se na hahen pastaj. Okej. Unë kam marrë versionin e kësaj, por me kamomil. Është shumë i mirë, mban erë shumë të mirë. Por më duket se do provoj një nga këto shampot. Me Klaudian po flisni, po bënim shaka mbi emrin e kësaj shampos. Klaudia e di se çfarë shakaja është, nuk po e themi këtu, po që po marr një shampo nga kjo, të shikoj se cilën. Kur ndonjëherë edhe Gjermania na habit me kështu, me perëndime të bukur, me qell të bukur. Është gjiku që më imiton. Erdhëm. Unë akoma nuk jam ndru. Sepse jam kështu si kur më zu makina, sepse unë njerëz nuk e shikoj dot telefonin në makinë. Në qoftë se nuk i përgjigjem kur jam në makinë, sepse nuk e përdor dot. Edhe kur filmoj kështu me copëza, ç'a mora? Këtë që u thash, ta provoj. Ndoshta e kam provu, por nuk e mbaj mend si është. I mora këtë, ishte ky limited edition, limitiert edicion auf Deutsch. Po kështu me Peppa Pig, po në të vërtet është një normale, kështu kjo jeshilën extra sensitive.
E kam përdorë Soleas këtë dhe jam gjenë realisht shumë mirë. Edhe Solea nuk përdor çuça, po që ndonjëherë në makinë po thonim, dhe kjo ishte Solea, zhurmë sponsorizuar nga Solea, nuk përdor çuç, nuk mban çuç, po thash po ja marr, ta kem makinë kur fillon e më qan edhe kështu si për ekstra. O jo dy. Edhe fundit një krem duarsh që ta përdorim me një herë. Edhe këtu pastaj kam gotën. Në momentin zoti Lai thotë që pitet shumë shpejt. Nuk t'i bën kështu si me yndyrë, thotë. Këtu kemi këto magnezët tonë, sepse unë nuk kam pi kafe, se Gjikus pi kafe, po që unë nuk kam pi kafe, edhe ndjehemi që kështu si e turbullt, da që unë e pi dhe një mbas dite. Përshëndetje nga sot. Përshëndetje, unë jam Leila. Hame Leila. Përshëndetje. Po pritet se të thonte përshëndetje, unë jam Leila, se sa po më kap telefoni fillon. Përshëndetje, unë jam Leila. Edhe unë jam sot në shtëpi me Solean dhe me Leilën. Kemi Leilën ekstra sot. Jo mami, nuk e mban motra, nuk ja japim vetëm kur jemi te makina nëse qan. Okej? Është puna e çuços. Ishte dera. Edhe nuk e qova Leilën për shkak se sot do të vinte një pako me një produkt shumë të bukur që me zor po pres ta montojmë, tu ju a tregoj. Edhe tani po bëj një byrek unë. Kemi pak gjell me kos, me mishinxhi dhe me kos, që e ka ngrënë edhe Solea mbrëm, e kemi nga mbrëm. Por do bëj një byrek me qumësh që ta hajmë sepse Leila e ka shumë qejf dhe unë e kam kollaj për ta përgatit. Shumë bukur. Shumë bukur Leila, flomt. Tani do ta marrim kështu dhe do ta hedhim. Po, ti kape këtu, Hidhe. Ja hedhësh. Ngre dorë. Kështu. Nese. Shumë bukur Leila, të lumt. Shumë e mirë. Jo, ashtu nuk ka nevojë. Shiko sa bukur e ka bërë Leila, njerëz. Shikoni sa bukur e ka bërë Leila. Unë po bëj brek. Po. Çe po bën ti mami? Brek. Bravo. Kujdes mami me të fjalën. Të lumshin duar. Tani do ta fusim në furrë. Mjaft se e bëm llaç. Jo. Okej? Ta fusim në furrë. Do ta hajmë pra. Po, nuk marrova. Nuk marrove. Jo. Pra, edhe pak. Kur ti je gati më thuaj, okej? Po. Hajde, super. Për solushin këtu kemi mishinxhi me karrotë, qep edhe oriz. Është gjella që pastaj kam bërë me Leila, që kam bërë pastaj me kos. Por Solea si andava kështu vetëm që mos kishte kripën. Është hera e fundit që ma shikoni Solean me këto tasat, sepse shkretës nuk i kam bler. Nuk i kam bler tamam këto, sepse kështu që nga me fëmin e dytë, por i kam porositur dhe sa po më ka ardhë pako, do t'ju atregoj me njëherë pjata që kemi zgjedhur për solushin, sepse ngela duke ju ofruar me këto që janë qarë më kapdora, do me thënë. Dhe tani me që jemi, fusim dhe një fshes, edhe jemi gati pastaj për dalë kur na vi babi. Unë nisëm. Leila do që t'i vi Natale, t'i vinë Krishtlindjet që tani në nëntor. Por jo Leila, duhet të presim edhe pak. Ecco. Tani erdhëm që të marrim një akullore, tek më i miri në Bremen, do thoja unë. Unë mora që ishte kjo kasata siciliana edhe cheesecake pistacchio, kam e exagjeru komplet. Leila në lule shtryda. Unë erdhëm në shtëpi, gjëja e parë që bëra është që të fusja me vrap diçka për t'i gatuar Soleas, se ne kemi akoma byrek me qumësht, kemi akoma gjell me kos, nuk e kemi mbaruar këtë do hajmë në të tjerët, bashkë me Leilën, por për Solean duke qenë se i dash gjell si mbrëm, duhet i gatuaj diçka të re, edhe duke qenë se mish ka ngrënë sot, pas kemi një grushore në xhep, e mba gjithmonë me vete, është e pastër, do ta lëm këtu. Edhe, po, më ka ardhë
më kanë ardhur shumë pako në fakt, por do ta vazhdoj, do hap pakon tani me, jo se dua t'ju tregoj juve se nuk e kam fare për ta treguar këtu. E kam fjalën për twist shake, po ja tregoj vetëm sepse dua t'ua tregoj. Edhe karriken e kam nga Twist Shake dhe nuk e kam bler, e kam dhurat nga Claudia. Janë produkte shumë të mira dhe nuk i kam fare publicitet, por thash, duke qenë se më ka ardhur në fakt një mesazh se çfarë i përdor Lelës, se çfarë i përdor Soleas si pjata. Deri tani njerëz, pjata që kemi pas ne nuk është idealja. Thash ti merja e pranova bashkëpunimin vetëm për faktin që më duhej. Edhe doja diçka të mirë, sepse këto që janë në silikon kanë tendencën në fakt që të mbajnë erë gjërat, edhe dua ta provoj këtë Twist Shake si është. Nëse gjendem mirë, do t'ja marr, por ndryshe preferoj ato që janë pjata normale që lahen, por është fakti që nëse unë dua atë të lozi pak me ushqimi, nuk mund t'i lej pjatën normale, që kështu duhet diçka që ngjitet mirë edhe prandaj ja mora. Cielo del mattino, due stelle brillan già. Dini ku jeni futur tani? Jeni mes kapulit me rroba. Kam 1000 lavatriçe që nuk po jap drejtim. Kështu është kur nuk la gjatë gjithë javës, se thua, do t'i laj në fundjavë, të pres, të mblidhen e kështu e ashtu, edhe që thoni ju, janë bërë rroba nga të gjitha llojet. Kjo për shkak edhe të ngarkesës time, por që është njeriu duhet bëj disa zgjidhje në jetë, nuk mund t'i kem të gjitha në rregull, edhe normalisht nuk mund të neglizhoj tek kujdesi gocave, neglizhoj tek ushqimi, ku do neglizhojmë tek rrobat, po që nuk duhet të qahemi. Tani do t'i palos edhe vazhdoj me programin. Mirëmëngjesi me pancakes. Është e diel dhe e diel shpesh do të thot byrek. Byreku është në fakt për darkë, sepse për drekët kemi një gjellë të thjeshtë me patate. Nuk ju pa ta treguar vendosur këto që pa ta marrë, këto, si quhen këto, tapetet e banjës, tapetet e tualetit, po që, tani me që mbarova punën, tash po do t'ja tregoj. Nuk qëndroj asnjëherë bosh ai, aty kam legendin e vogël me rrobat e gocave. Edhe kështu, unë mbarova punën tani, e shkëlqeva e cicëllova, edhe tani më shkoj bëj një byrek. Unë zbres poshtë që të bëj diçka tjetër, pastaj rrugës më del diçka tjetër, harrova që kam rroba në lavatriçe dhe duhet t'i ndërroj tek tharësa e lavatriçe. Dola jashtë me shapkat e mira. Tani duhet laj edhe shapkat. Pas kam mbaru kjo. Ju kam thënë që një nga projektet tona do t'jetë lavanderia, por ajo që doja t'ju tregoja në fakt është këto i fut brenda. Dhe kur i thaj tek tharësi që të mbajnë aromë pak më të mirë. Kështu, këto ditë kam në plan të laj disa gjëra që nuk lahen zakonisht. Unë nisa për te byreku për dola tek rroba, ndryshim plani. Por që unë byrekun e kam bërë, brumi është gati, është vetëm sa për të holl petat, edhe unë i bëj me atë mënyrën e hapjes me vaj, edhe është shumë e kollajshme, sidomos duke qenë se brumi është aty nga një copë herë. Byreku është gati. Nuk arrita do ta filmoja gjithë perëndimin, po që kështu ju them shihemi në videon tjetër. Shihemi në videon tjetër, paçi!
Tutto è partito da quell'estate, da quello sguardo improvviso e dolce.